Unë ka frikë të bie në dashuri, prap. Na e ke thënë edhe bën shumë gabim. Nuk e përballoj Bën shumë dot. gabim. Më duket shumë e tepër identime, do ndodhi, nuk është se jam mbyllur dyert, se nuk kam qef kështu energjia që të shpërndaj energji mbyllje, asnjë gjë. Por Po pse e ke frikë? Nuk kam nerva zemra sepse unë jam njëri tjetër në dashuri dhe besoj që kjo gjë nuk do ndryshon. Dëgjova një intervistë të Glenn Close, që është aktore që e kam shumë qejf, që është 78 vjeç. Tha unë jam 25 akoma, tha, brenda. Do të thënë kur habitem tham pasqyrë. Kështu që edhe unë do jem ai njeriu që do shoh veten pasqyrë dhe wow, kupton unë jam 25 dhe nuk e di, inshallah Zoti më ofron një njeri shumë të qetë, edhe të sigurt dhe financiarisht shumë mirë. Dhe me gjithë shka, që ndoshta ajo do më ndihmoj, mund të jetë një shumë i qetë që ndoshta fillimi nuk e ka të fort, po stabil, sepse ndryshe me ato të tjerat nuk kam punë. Kam punë, jam nën, kam dy fëmijë. Dhe kjo që e thua, është shumë e bukur, jam dakord, po të gjitha këto janë plane. Kjo që je duke thënë ti tani është plan. Të rënit të dashuri nuk është asnjëherë plan.